508 fëmijë në vendin tonë kanë përjetuar ndonjë formë të dhunës dhe ngacmimit seksual. Këto shifra janë raste të raportuara në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ndërsa në Europë çdo i 5 fëmijë është viktime e dhunës seksuale. Në të shumtën e rasteve dhunuesi është person i njohur i fëmijës ose person të cilit fëmia i beson. Këto të dhëna u shpalosën në nisjen e fushatës kombëtare të quajtur 1 nga 5, stop dhunës seksuale ndaj fëmijëve. Numri më i madh i rasteve që kanë ndodhur në vendin tonë janë për dhunimi fëmijëve nën 15 vjeç. Nga këto raste 186 janë raste të përdhunimit të fëmijëve nën 15 vjeç, që është vërtet shqetësuese. Këto të dhëna e vërtetojnë nevojën për aksion sistematik dhe për masa preventive. Sipas vendëses së avokatit të popullit, kjo është alarm për të gjithë ne se mbrojtja e fëmijëve nuk është vetëm obligim, por është çështje e dinjitetit njerëzor, ndërgjegjës dhe përgjegjësisë. Fëmijët viktima të dhunës shpesh përballen me traumë të dyfisht, nga vetdhuna dhe nga reagimi i pandjeshëm institucional, prandaj kërkojnë protokolle më të mira, procedura miqësore për fëmijët dhe koordinim me të gjitha institucionet kompetente. Është e vërtet e pakëndshme, sipas Marcia Pallota, përfaqësuese e delegacionit të BE-s në RMV, se kjo gjë po ndodh më shpesh se sa ne duam ta pranojmë. E para, parandalimi funksionon, kur fëmijët i dinë të drejtat e tyre, të rriturit e dinë se si të reagojnë, keqpërdorimi fshihet më rënd dhe ndalohet më lehtë. Dhe e dyta, askush prej nesh nuk mund ta bëjë këtë vetëm, prandaj nevojiten profesionistë të trajnuar dhe shoqëri e përkushtuar, e cila do të jetë në anën e fëmijëve në çdo moment. Qëllimi i fushatës sipas Barbara Legal, udhëheqëse e komponentit të drejtave themelore të njeriut, është ngritja e vetdijes që fëmijët i dinë të drejtat e tyre. Qëllimi kryesor është që të krijohet një ambient ku të drejtat e fëmijëve do të jenë të mbrojtura plotësisht dhe do të promovohen dhe që do të jetë i favorshëm për avancimin e potencialit të gjithë fëmijëve. Nga 508 raste të dhunës dhe ngacmimit seksual të fëmijëve në vendin tonë, 99 fëmijë të moshës 15 deri 17 vjeç kanë qenë viktima të sulmeve seksuale dhe përdhunimit. 44 fëmijë janë detyruar të shikojnë akte seksuale, 30 fëmijë janë ngacmuar seksualisht, 18 kanë parë materiale pornografike të paraqitura nga një i rritur, 24 raste lidhen me prodhimin dhe shpërndarjen e pornografisë me fëmijë.